11 dhjetor, ngrihuni për vendin tuaj. 17 deputet Zelenskit janë gatër për të arrestuar dhe të ngritur akuza për korrupsion. Njësia antikorrupsion në Ukrainë është ngritur dhe drejtohet nga amerikanët, njësoj si SPAK. Përgjime dhe ndjekja e parave që kanë rënë gjurmë janë prova të mëdha. E njëjta metodë, e njëjti stil me SPAK-un në Shqipëri. Përse çdo zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit kur vjen në Tiranë takon vetëm SPAK, injoron Ramën, qeverinë, presidentin dhe Partinë Socialiste, ndërkohë që disa deputet demokrat kanë qenë në Washington. Po ndryshon skena dhe pse i largohen gjithë Ramës, i cili kishte mbështetur çdo gjë te një figurë mediokre si Kushner. Fundi ka kohë që ka kaluar për palloshën e gjatë, si thot Lubia. Më shumë sot në Fokus.